Më shumë ma e thot I madhi, se sa I vogli. Çfarë të thot? I madhi është im shoq. Sepse kur e shef që unë e teproj pak me djali, me tonin e zërit, ose I dua pak, po, më thot, Zysha nuk je në klasë këtu. Që do me thët çfarë je duke bërë, sepse unë shpeshere dua dhe këtu për para djalit, të më dëgjoj, edhe të flasi shkurt. Keni improvizuar ndonjë dërras edhe... Po? E kemi qik problemit e të lexuarit çdo natë, ne. Sepse mami kërkon 60-70 faqe çdo natë, sepse është akoma klase 6, dhe ai nuk e ka shumë qeftë. Mami ka të vendosur objektivat e veta. Ndërsa vajzës, unë I lutem ta heqi librin dhe si ai çdo të më, sepse vajza tashmë e ka marrë edhe. Po. E ke vendosur në rresht. Vetë këtu e kam problemin, nëse kam problemin të asgjë. Ata në mësimdhënie, detyrimisht që nuk I shpëtojnë dot edhe familjes. Sa që ndodh ndonjëherë kur ti pozicionohesh, si kur je në shkollë, im shoq më thotë që shiko, sot s'ke vajtur në shkollë dhe duhet bësh patjetër normën.